Sot bashkë me bashkëpunëtorë erdhëm për të dhënë lumturinë e fundit një prindi, një detari, një burrit madh, i cili kthehet të është simbol e sheh gjithë baballarëve tanë. Me edukimin, sakrificën e tij, rriti djem në shërbim të vendit. Pasi ajo simbolizon lavdinë e gjithë baballarëve tanë. Është nga shajat e fundit atyre simboleve tona, të shtyllave të mëdha që na ushqyen, na motivuan, e na udhëzuan se si duhet ta dheu e si duhet shkuet drejt shërimit. Kam pas fatin që shumë herë gjatë luftës e pas luftës, situata të vështira të gëzimit, kemi qëndruar bashkë, kemi bashkëbiseduar, kemi pas një lidhje jashtëzakonisht ngushtë emocionale, sepse gjithë djemë të uqëkës praktikisht prind të tyre kanë qenë prind e njëri tjetrit. Ka pas një dhimbje, një shqetësim, ka pas një tingëzim, ka nda ndjenja prindërore. Kështu që sot po e përcjellim këtë burr, lavdi për jetën e veprën e tij. Dhe në momentin kur po përcjellim edhe herë po tregon që Kosova, çmimi i lirisë Kosovës edhe sot po paguhet. Sot nuk është këtu ai që ka shërbyer, ka dhënë kontributin meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në momentin më të rëndësishëm të jetës së në procedurën e prindit. Sot i mungon presidenti Thaçi, edhe kjo tregon se sa është trajt. Se me sa sakrificë mund familjet tona kanë paguar çmimin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lavdi jetës së veprës tij.